Mimbrëma të nderuar shikuese o adhurues të basketbollit, ju përshëndes nga palestra Sezai Suroi në Prizren, ku do të jemi me duelin e fundit të kësaj xhiroje ndërmjet Bashkimit dhe Ravecit 0-29. Skuadra e Bashkimit që nuk po kalon formë të mirë, do të kërkon fitoren dhe revanshin ndaj Ravecit 0-29 pas asaj humbje, të cilën mund ta quajmë befasuese në duelin e fundit ndërmjet këtyre dy skuadrave, ku Raveci në miza i risma e kishte mposhtur Bashkimin 77 me 72 dhe sot prizrenasi do të kërkojnë revanshin. Megjithatë nuk do të jetë as pak e lehtë, një frym plotësisht ndryshe tek ekipi i vreshtarëve do të jetë sonte, pasi tashmë e dim në radhët e Ravecit ka ardhur trajneri i ri Goran Samazhiev, i cili do të sjellë megjithatë një energji ndryshe. Po e shohim formacionin e skuadrës së Bashkimit: Armstead, Bigërsev, Bunjaku, Shorter, Mvamo, Bytyqi, Kazën, Zgjeçaj, Leki, Ismaili, Janjeva, Ezeqiri, në krye me trajnerin Igor Jovovic, teksa në anën tjetër Raveci luan me Pullian Berishën, Snikrugovë, Numipek, Durgutin e Jupin, edhe pse është në formacion Julian Broshe, nuk do të paraqitet sonte, pastaj Ykani, Johnson, Haxhi Murati, Rexha dhe Adonis Thomas. E thash, në radhët e vreshtarëve tashmë ka ardhur trajneri 44 vjeçar Goran Samazhiev, i cili ka një përvojë të konsiderueshme në Maqedoninë e Veriut. Njihet si një trajner i cili ka sjellur shumë energji në skuadrën në cilat ka punuar, ndërsa së fundit ka qenë trajner i Rabotničkit, një nga skuadrat më të njohura në Maqedoninë e Veriut. Gjithçka gati për startuar, teksa e patë të mundësim, paraprakisht ishin edhe 5 startuese, pra Bashkimi starton me Armstead, Shorter, Kazën, Lake, Ezeqiri. Në anën tjetër tek Raveci 0-29 startojnë Pullian, Rugova, Umipik, Johnson e Rexha. Në duelin e fundit që ishin takuar këto dy skuadra, ndër më të mirët ishin ai që do të mungon sonte tek Raveci, Julian Broshe me 18 pikë 10 kërcime, ndërsa në atë ndeshje Pullian i kishte realizuar 26 pikë e te Bashkimi. Gjithashtu mungon ai i cili shkëlqeu në duelin e fundit, Kian Andersoni, që i kishte pasur 28 pikë 6 asistime, ndërsa i vetmi që kishte realizuar dhe pikë shifrore ka qenë Bailey me 13 pikë 12 kërcime, i cili gjithashtu mungon sonte. Pra do të shohim një lojë plotësisht ndryshe nga skuadra e Bashkimit në këtë përballje. Fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. Gjithçka gati për startuar kjo ndeshje, ku tashmë 5 startuese janë në fushë, ndërsa edhe pse skuadra e Bashkimit vazhdon të jetë e dënuar, pjesa ballore e palestrës, pra nuk duhet të kishte shikues, po i shohim një numër të konsiderueshëm të fëmijëve, të cilët sot janë për një arsye në palestër. Iniciative nisur nga Federata e Basketbollit të Kosovës, ku fëmijët udhin Arush në sallë, e Ky është një moment mjaft i bukur. Pas incidenteve të fundit në disa palestra, sot ndeshja ndaloi për disa minuta për të dërguar një mesazh ndryshe në vend të udhjeve të gjësendeve. Me mbledh sonte në parket u hodhen Arush të butë nga fëmijët si simbol i paqes, respektit dhe sportivitetit. Për të dëshmuar se sporti jep vetëm dashuri, fëmijët hudhen sot
lodra të cilat po i shohim. E këto lodra do të shkojnë si dhurat për shokët e tyre në soshatin e fëmijëve, në repartin e pediatrisë. Pra, basketbolli u përket të gjithëve, edhe këtyre fëmijëve, por edhe atyre të cilët stërviten çdo ditë që ëndrrojnë të jenë në parket dhe nuk duhet të japim shembuj ato se çka kemi parë deri më tani. Tani do të nisë zyrtarisht ndeshja, pasi që ajo e para ishte simbolike pak para se të hudhen arushët. Topi i parë përfundon jashtë dhe do të i takon skuadrës Raovesit 0-29. Umipik do t'jetë ai i cili ta rikthen topin në fush. Pullian. Tek Umipik. Edhe njerë Pullian. Umipik. Tek Pullian do të tenton për 3 pikë me njëherë. Pullian nuk është i saktë. Lejson Zeqiri është në vendin e duhur. E kthen topin tek Armstead, cili tashmë është një forcë shtesë për skuadrën e Bashkimit definitivisht. Bukur ai top i menduar nga Aizia Cousins, megjithatë nuk arriti ta pranon pasimin e tij. Taekwon Lake, shohim trajnerin Igor Jovovic. Nuk i pëlqen kjo gjë në këto minutat e para. Umipik do të tenton për një treshe. Zia Umipik nuk arriti të realizon. Teksa nuk ka pikë të lita për Aizia Cousins në anën tjetër që ndalet nga Umipik me faull. Qëllon në tentimin e parë Cousins. Sakt edhe në të dytën për pikët e para të skuadrës Bashkimit. Regja tek Snik Rugova. Rugova blokohet pastër nga Lake. Top i humbur i vrështarëve pas mbrojtjes së mirë të Taekwon Lakeut. Lake përballë Rugovës, eviton duelin duke i realizuar pikët e tij të para për 4-0. Umipik tek Rugova, kthyer topin tek Johnson që nuk qëllon. Ishte pikërisht Johnson ai i cili shkëlqeu në atë përballjen ndaj Borës. Janë kundërsulmi bardhë dhe Regja realizon në kundërsulm vijnë pikët e para të Rahovicit. E thash më parë, ardhja e trajnerit të ri do të sjellë energji ndryshe. Gjithnjë në çdo skuadër ka ndryshime dhe motiv shtesë. Kur të vijë trajneri i ri, shohim si do të ndikojë kjo tek Rahovici. Mbrojtje perfekte e Lejson Zeqiri që niset në kundërsul. Deri në fund realizon daljet edhe me faull. Do tjetë edhe në vijë në gjuajtje së lirë. Lejson Zeqiri që ndaljet me faull nga Fisnik Rugova.
qëllon edhe gjuajtjen e lirë. Lejson Zeqiri për serim prej 7-2 të skuadrës së Bashkimit. Umipik të Krugova, edhe njëra afërti Lake. Pullian, foul i Armstead nga prapa. Realizon, shojmë edhe njëherë Kentrell Pullian. Personali Armsteadit, ndërsa pati hapësirën dhe ta përfundon sulmin Kentrell Pullian, që do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Qëllon edhe nga vija gjuajtje së lirë për 7-5. Shorter. Edhe të Shannon Shorter. Gjuan nga gjysmë distanca, betët e shkurtër gjuajtja. Eriza. Para ti është Lejson Zeqiri. Pasimi i gabuar, tjetër top i vjedhur i Prizrenasve, Lejson Zeqiri edhe njerë shkon deri në fund për të realizuar pika e 5 të Lejson Zeqirit dhe topi i tij i dytë i vjedhur. Reza do të tënë për të përgjigjur, realizon kapiteni. 9-8 nuk ja lejoj shkëputjen në Bashkimit. Reshtarët e kësaj Zia Cousins tenton për të përgjigjur. Pullian. Umipik do të gjuan për 3. Nuk qëllon, por topin e duart e Bardregjës, i cili tenton me një herë. E qëllon edhe treshën e tij të dytë dhe jep avantazhin Rahovecit 9-11. Kur ka kaluar 4 minutat e para të kësaj përballje. Shorter tek Lejson Zeqiri që tenton për 3 për të përgjigjur. Jo, nuk ka treshe si për Rahovecin. Edhe një tjetër tentim për 3. Nuk qëllon kësaj radhe Kentrell Pullian. Zia Cousins. Lejson Zeqiri. Akcioni bukur i Prizrenasve. E realizon Lejson Zeqiri. Rugova do të tenton për 3 pike edhe Fisnik Rugova nuk qëlloj. Topin në duart e Malcolm Armstead, teksa Dikuan Lake do të shkon deri në fund. Umipik. Mbrojtje mirë tashmë edhe Malcolm Armstead, tjetër top i humbur. Shojmë zëvendësimet në të dyja anët. Durgutje Thomas në lojë, Umipik dhe Bardregja ulen, në anën tjetër ulet edhe Lejson Zeqiri. As Lejsoni e as Bardi as pak të lumtur në këto momente. Që të dy ndër më të mirët në fush dhe që të dy ulen për pushuar të vendimet e trajnerëve. E pa Zia Cousins që realizoj. Lejsoni ka 7 pikë, më i miri tek Bashkimi, e 8 ka Bardregja. Më i miri tek Rahoveci. Tentimi për 3 pikë nga Johnson, cili nuk qëllon. Është foul i Pullian. Do t'ullet edhe Dikuan Lake, Biggerstaff është në lojë në vend të tij.
Cousins. Nuk shkon pasimi I tij, mbrojtje e mirë e Johnson, që niset në kundërsolm, realizon 15-13. Cousins. Luft për atop, mbrojtje e mirë e Johnson, set në kundërsolm. Ndaljet me faul nga Mohamed Ali Anjeva, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Jalen Johnson. Tashmë kemi timeout 3 minuta e 12 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë, po vazhdon loja e ngushtë në Sezai Suroj në Prizren, e nisi bashkimi me Aceri për 7-2, gjithsesi ishte Bardh Rexha me ato treshët e tij që dha avantazhin Rovecit. Shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij timeouti, rikthehemi pas pak. Është në vijën e gjuajtjes së lirë. Johnson qëllon në tentimin e parë, pika e tretë e tij. Nuk gabon në fakt as më të dytën. Barazon rezultatin në 15-15. Vazhdua lojën e niveluar në Prizren. Bickerstaff ka gabuar në hapa. PJ Bickerstaff. Shohim edhe një herë gabime në hapa. Kentrell Pullion. Thomas. Johnson. Rugova. Johnson do të tenton për 3 pikë në sekundat e fundit të aksionit, mbeti me top në duar. Nuk pati zgjidhje tjetër airballi I tij. Armstead. Bukur ai topi Armsteadit për Bickerstaff, I cili nuk arriti të realizon. Sa vjen topi I humbur edhe në anën tjetër, shfrytëzon në këtë moment trajneri Jovovic Bunjakun fut në lojë bashkë me Shorter, ulën për të pushuar Cousins e Armstead. Nvamu. Iken Nvamu realizon për të rikthyer avantazhin e bashkimit në 17-15. Umipig. Tej Aizia Umipig do
do të tenton për trishë nga një largësi e madhe, nuk arrit të realizon. Po ishte direkt në duart e Bickerstaff. Janjeva për 3 gjua, nuk qëllon. Shorter është në vendin e dur, topi në duart e Valion Bunjakut. Shorter do të tenton edhe ai për trishë, asaj nuk qëllon. Bickerstaff merr edhe një herë topin për ta vazhduar sulmin e Bashkimit. Edhe një herë tenton Shorter, nuk arriti të qëllon. Ja, se si nuk vijnë pikët tek Prizrenasit. Rugova. Pa faul ndaj tij. Dy fshim. Bickerstaff është ai që ka ndalur me faul. Sa Pullian ullet, Johnson kthehet në lojë. Rugova. Tek Umipik. Jalen Johnson nuk arrit të qëllon, por Pisnik Rugova është aty, merr kërcimin dhe realizon për të barazuar edhe njerë në 17-17. Në vamu në anën tjetër tenton për treshën, nuk ka treshe as kësaj radhe për Prizrenasit. 5-0 në tentimet për 3 janë Portokalle Zinjët. Johnson gatrohet në top, për cilin lufton Pisnik Rugova. Por Shorter pasan tek Pisnik Rugova që ka huqi. Gjithsesi kthehet ai top në duart e Thomas, i cili realizon. Shorter në anën tjetër. Me siren realizon dhe barazon gjithçka pas 10 minutave të para, 19-19. Ashtu siç është rezultati, ishte edhe loja plotësisht e niveluar. Ra në këto 10 minutat e para tek Bashkimi më i miri Lejson Ziqiri me 7 pikë, e tek Ravici është Bart Rexha me 8 pikë. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. Ajden qa, kom vendos me andru tekstin kongës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape logarin TikTok, ngam tivu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bank me shku, ngam tivu. Banka Pro Credit. Goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Starton tashmë edhe çereku i dytë pas 10 minutave plotësisht të barabarta nëse Zai Suroj. Vamu do të tenton për 3 edhe më tej, nuk ka treshe për Bashkimin, që në vazhdimsi po tentojnë të realizojnë 6-0 janë nga tentimet për 3 pikë Prizrenasit. Umipik. Ejupi.
Deri në fund shkon Visare Jupi, nuk arriti të realizon. Bukur ai top tek Dikuan Lej, ka asistimi mjaft i mirë Rin Mamu. Shohim edhe një herë alley-oop për të qelluar në kosh, nuk e qajnë hoq. Dikuan Lej për ta rikthyer avantazhin e Prizrenave, por u kriju ajo e përsia prej 5 pikëve në fillim, megjithatë Raveci u përgjigj me treshet e Bardregjës kur edhe mori avantazhin, ndërsa vazhdojmë pas plotësisht lojë e niveluar. Arrin të gjuan Adonis Thomas në sekundat e fundit të aksionit. Edhe një herë barazon gjithçka. Faul i Umi Pig, cili zëvendësohet Pullian në lojë në vend të tij. Shorter. Tek Valion Bunjaku i lirë, gjuan për 3. Nuk qëllon as kapiteni për 3 pikë. Pullian. Johnson në anën tjetër tenton për 3, nuk është i saktë, më i lartë në kërcim Valion Bunjaku. Vamu. Lëra 1-1 e tij. Nuk ka pik. Pullian. Visare Jupi, gjuan për 3 pik i pafat. Hyrje e doli teksas ka shkaktuar faul Durguti. Ullet Hadis Durguti, në lojë kthehet kapiteni Bardregja. Bunjaku. Shorter. Tek Vamu. Nuk gjuan për 3. Kjo do ta bën Shannon Shorter. Nuk ka tresha asaj radhe dhe njerë tenton e mendimin e tabelës nga gjysmë distanca është i sakt Shannon Shorter. Vazhdon edhe më tej efikasiteti i dobët nga vija për 3 i Prizrenasve. 8-0. Regja. Ti është Zeqiri. Thomas, gjuan, nuk ka treshe as për vreshtarët. Teksa duket që ka luajtur i fundit Pullian. Isaiah Cousins kthehet në lojë në vend të Iken Vamu. Bunjaku. Gjuan Shannon Shorter nuk qëlloj, por Dikuan Lej është në kosh e përmirëson 25-21. Një shkëputje i lehtë në rezultatin e skuadrës së Bashkimit. Urgova kthehet në lojë në vend të Visare Jupit. Reza. Urgova tek Bardregja. Urgova faul në sekundat e fundit të aksionit. Kemi time-out të kërkuar nga trajneri Samazhiev.
6 minuta e 19 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Një shkëputje e lehtë në rezultate e skuadrës së Bashkimit, 25-21. Rikthehemi pas timeoutit. Pullian rikëtan topin në loj tek Jalen Johnson, Rugova. Pullian. Duke që Bunjaku ka luajtur i fundit. Topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës Rahovecit, edhe njerë do tjetë Kendrick Pullian, a i cili të rikëtan topin në loj. Thomas. Nga gjysmë distanca realizon Adonis Thomas. 25-23. Shorter. Cousins. Fyetuvën të Kulejson Zeqiri. Bunjaku. Aljan Bunjaku, mbrojtje e mire, Fisnik Rugovës e vjedha top. Do të kemi tentim për treshën nga Adonis Thomas, i cili pati ku të vendoset gjuan e realizan dhe rikëthen avantazhin e skuadrës së Rahovecit në anën tjetër. Kapiteni Prizrenas tentoi të përgjigjet, por edhe më tej vuan Bashkimi për treshe. 9-0 është nga loja. Do të zëvendësohet pikërisht Valjan Bunjaku, kthehet Malcolm Armstead në lojë. Pullian. Regja do të tenton për një tjetër treshe në flak bardh. Regja 3-3 nga vija për 3. Lojtari i parë me pikë dyshifrore, 11 pikë të tij tek vreshtarët, të cilët tashmë ka përmbysur. Rezultatin ishte Bashkimi +4, tani është Rahoveci. Dekuan Lake realizon për të përgjigjur. Pullian zgjedh shkon vetë deri në fund. Është i sakt. Armstead. Shannon Shorter. Tashmë vjen treshja e shumë kërkuar e Prizrenasve. Pas 10 tentimeve realizon, teksa nuk po ndalet Bardh Regja, lider i skuadrës së tij, kapiteni me 13 pikë, nuk ka gabuar asnjëherë, ndërsa vjen përgjigja në anën tjetër me një herë. 32-33, edhe më tej lojë super e niveluar. Kendrick Pullian edhe ai qëllon treshen për të mbajtur e përsin e skuadrës Rahovecit. 32-36. Shorter, Gjuan
nuk ka treshe. Pullion. Një tentimi për 3. I Cantrell, Pullion edhe një herë është i sakt. Detyrohet trajneri i Bashkimit Igor Jovović të kërkon time-out. Fantastik vreshtarët me treshet e tyre në këtë çerek të dytë. 32-39 e përsi super e merituar. Pikërisht janë treshet ato që po e bëjnë diferencën në këtë përballje. Nërsa do të shohim a do të arrijnë të ndalin këtë pas një time-outit të kërkuar nga trajneri i Bashkimit Igor Jovović. Armstead. Tek Blake. Vamo. Lejson Zeqiri do gjuan për 3. I pa fat. Topi hyrje doli, nuk ka arriti të realizon as Lejsoni. Tentimi i tij i dytë për treshe. Pullion. Edhe një herë tenton Cantrell. Pullion kësaj radhe nuk është i sakt. Zeqiri. Afër tij është Berisha. Lejson Zeqiri bukur deri në fund shkoi po shkaktoi faull në sulm duke ngritur krahun. Da shohim edhe një herë momentin krahut të Lejson Zeqirit që shkaktoi faullin në sulm ndaj Albin Berishës. Ulet Lake në lojë kthehet Bickerstaff tek Bashkimi. Thomas tek Johnson. Rugova. Tom vet Fisnik Rugova nuk arriti të qëllon. Vamo. E kthan on top tek Bickerstaff. Lejson Zeqiri edhe një herë pranë tij është Albin Berisha. Shkakton faull kësaj radhe. Ikani do t'jetë në lojë. Ulet për pushuar Fisnik Rugova. Armstead. Timi i tij për 3, nuk ka treshe. Edhe mëtej, efikazitet super i dopt i Bashkimit. 13-1 për treshe. Pullion. Tek Thomas për 2, është i sakt Adonis Thomas. Tashmë lojtari i tretë me pikë 2 shifrore tek Ravesi barazohet me Cantrell Pullion që të dy nga 11 pikë.
dhe shkëputën maksimalisht sondën në rezultat 41-32. E kanë kontrolluar definitivisht këtë çerek të dytë vreshtarët. Zëqiri të Armstead. Shojmë që ndërshkohet me teknike Albin Berisha për simulim flopi. Tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Ky është e momenti. Pra, Lejson Zëqiri të e shfrytëzon gjuajtjen e lirë. Është i sakt. $33-21. Kemi hyrë tashmë në minutën e fundit të pjesës së parë. Zëqiri po presionin, por eviton duelin 1-1 me Ujkanin. 35-21. Time out ka kërkuar trajneri Goran Samazhiev pas këtij realizimi të Lejson Zëqirit. 10 pikë të tij, 4 kërcime bashkë me Dikuan Lekun, 2 më të mirë tek bashkimi. 41 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas pak. Pra sekondat e fundit të pjesës së parë, Albin Berisha kthen topin në lojë të Kentrell Pullian. S'janë në mbrojtje që rezultani suksesshëm dhe në kundërsol realizon Meritan Ismaili për 37-41. Pullian. Tek Thomas. Tenton për treshën, nuk është i sakt. Bickerstaff ka marrë atë. Niset. Kundërsojmë dualet me faul. Nuk arriti të realizon, por do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. 1.7 pa përfunduar pjesa e parë. 2 lira për TJ Bickerstaff, që ka mundësin të shkrijen edhe më tepër e përsin e skuadrës Rahovecit. Pra e përsia shkoj edhe deri në plus 9 për vreshtarët. Nuk e qëllon tentimin e parë Bickerstaff, teksa e shohim komunikimin e Lejson Zëqirit me trajnerin Goran Samazhiev. Normalisht njihen pasi që të dy vijnë nga komuniteti i basketbollit në Maqedoninë e Veriut. Përfundon pjesa e parë 37-41. Rahoveci shkon në pushim me Epërsin ndaj bashkimit fal çerekut të dytë më të mirë dhe diferencën e bën 3 pikëshat definitivisht përderisa skuadra e bashkimit gjuajti 13-1 për treshe. Në anën tjetër 6 treshe i kanë qelluar vreshtarët
Në i dalluari Bardh Rexha me 13 pikë të realizuara teksa tek skuadra e Bashkimit nga 10 pikë i kanë shtuar Lake e Lejson Zeqiri. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.